Që në rast se në Shqipëri plus diaspora, ne do kemi një pjesëmarrje rreth 1.85 milion ose 1.9 milion. 1.9 milion. Bashkë me diasporën, do të thotë që gjëja e parë që duhet të kenë partitë e reja duhet të kalojnë 1% në nivel kombëtar. Do të thotë që duhet të marrin më shumë se 18-19 vota në nivel kombëtar. 18-19 vota në nivel kombëtar. Ky është pragu kombëtar që kemi ne. Pra çdo parti e re, e vogël, e madhe, nuk ka rëndësi, duhet kaloj këtë kusht para prag, që është 1% e votave të vlefshme në nivel kombëtar. Me pavarësi po themi që është rreth 18.000-19.000 vota, për çdo parti të re dhe të vogël, duhet ta kaloj. Për qarkun e Tiranës, ku është 95% mundësia dhe shansi që të gjitha partitë e reja dhe të vogla të synojnë, duke u nisur prapë nga logjika pjesëmarrjes, marr parasysh edhe diasporën, marr parasysh pjesëmarrjen e 2021-shit apo 2017-s në qarkun e Tiranës, ka një shifër referencë që për të marrë një mandat, teorikisht duhet të jetë 13 deri 13.500 vota. Për të marrë një mandatin e fundit. Më kupton? Dhe në rast se ti do ta dyfishosh për të dytin, lëviz pasaj mjafton të kesh dyfishjen e kësaj shifre. Si logjik, do të thonë 26, 26, 27. Po pra, duhen 39. Jo, pra jo, 26, jo, do të 13 i pari, 26. Duhet 26 për 2. Po pse për 19 duheshin 20.000 o blend? Formula pra, është formula e tillë. Do pjesëtosh shumën totale me 37. Do e përgjithësosh, pastaj do e bësh një të tretë, një të katërt, një të pestë, një të 37. Shiko, a do vish javës tjetër që të bëjmë një ushtrim për ta shpjeguar këtë, se me sa duket ka shumë gjëra të panjohura edhe tek teleshikuesit për mënyrën sidomos për pjesën teknike si llogariten unë po nxit partitë e reja që t'i japin revansh që të mos flenë mbi dafina që okej, pas kemi marrë 2-3, s'po punojnë më. Këto shifra që ne po llogarisim janë shumë optimiste për partitë e reja. Pra nëse arrin këto shifra 35, 30, 18, ata i kanë 2-3 mbase edhe brenda logjikës së projeksionit që ne bëjmë. Po mirë pra, nëse i kapim këto shifra, atëherë nxjerrin ato mandate 2 deri në 3, 2 plus 1. Po, edhe i bie 12-17 me 3, e 3-6, e 12-18. 18-18. 18-19. Se kemi harruar PSD-n, nuk është në sondazh, nuk e di pse nuk del. Diku del, diku jo. Është fenomen më vete që... Është fenomen më vete. Jo, seriozisht, është fenomen më vete që edhe në sondazh ka karakteristika të pakrahasueshme me partitë e tjera. Nuk do duhej me pas. Kur shfaqet dhe kur nuk shfaqet. Nuk do duhej me pas.